dhe besoj që kjo shumë është e qartë për një popullat, për një njeri që është pak i mëshëm dhe i ligjë konstitucionale. Qa ka arë, që 4 vjet qa ka bo për jetën e qytetarëve të Kosovës që e kanë votuar dhe kaq. Dhe kjo shumë është e qartë dhe unë shpresoj se më në fund janë qytetarët të Kosovës që i vendosin njerëz thjesht kush e meriton. Dhe besoj që edhe zonja Osmani tash është afru me zotin Kurti dhe mundohet patjetër, e tha shumë mirë zoti Selisa që pozita është e mirë, karrika është e mirë dhe beneficet janë të mira dhe besoj zonja Osmani ato kategorisht që patjetër mundohet me çdo lëvizje qoftë me amerikan, qoftë me evropian, është të bërë vatje, për nuk besoj që dhe nuk do të lejohet partitë në Kosovë që t'ja japin një noterës që ka shërbyer zotit Albin Kurti, që ka shërbyer tamam si notere, dhe shpresoj që kjo është shumë është e qartë për një parti politik që nuk do të lejohet zonja Osmani të merë dhe një mandat pikësh. Nëse vazhdon zonja Osmani, është kapitullim i Republikës Kosovës, pikë. Me gjithë respektim, është e respektueshme se po i ka shërbyer një kryeminist dhe e ka përdorur si notere, pikësh kjo. Dhe nëse flasim për, sepse duaj me qemi fare në fund minutave, dua dhe për zgjedhjet lokale shkurtimisht i komentojmë që nga sepse përmendni që edhe po vorën